Gurishta, fshati im, një vend ku natyra është e gjallëruar, ajri është i pastër dhe shpirti i qetë. Fshati ka qenë shumë i vogël, me 15 familje, por me kohën ka erdhur duke u zgjeruar dhe sot numëron një popullsi prej 270 banor në një sipërfaqe 55 km². Po ku ndodhet ky fshat? Ai ndodhet në juglindje të Shqipërisë për vetëm 20 minuta larg nga qyteti i Korçës. Me shtëpitë e ndërtuara me zgjelbërimi dhe të mbjellave, ky fshat jep ndjesinë e një përrallje që nis, duke ruajtur brenda saj disa nga traditat më të bukura, si dhe kulturat bujqësore dhe blegtorale. Zëri i ëmbël i fëmijëve që argëtohen mbush oborin e shkollës. Kjo shkollë është hapur në vitin 1965 dhe mësuesi i parë i saj ka qenë profesor Dervishi nga Korça. Shkolla e parë e Gurishtës ka ekzistuar si godinë deri në vitet 1994-1995 dhe pasi kaloi shumë kohë dhe u amortizua, u ndërtua në këtë vend që ekziston sot. Kjo shkollë ka nxjerrë shumë breza dhe mësues të nderuar. Banorët e fshatit janë shumë miqësorë dhe mikpritës. Përshëndetja dhe mirësia shoqërohen çdo ditë. Ne e dimë që mikpritja është një veçori e lashtë dhe e rëndësishme e traditës shqiptare. Ajo ka rregullat e veta dhe qëllimi i saj është që të nderojë dhe respektojë sa më mirë cilin do që të roket në derë, duke e gostitur me raki e me gjithçka ka shtëpia. Edhe muzika popullore është pjesë e pasurisë sonë kulturore. Karakteristike e zonës është edhe kënduara me iso në mjedise të ndryshme, që nga gëzimet familjare si dasma, lindje, ninulla dhe deri në morte. Flora
se, te jo moj me flalja se. Une hyja jo moj brenda, po une Hyja jo moj brenda, dikte o moj jashte, dikte o moj jashte. Jo moj me mujua, te jo moj me flalja se, te jo moj me flalja se. Zemrat Ako me shkoni moj bregute, ko me Oni o moj krigo jote, Virda moj visho jore, Virda moj visho jore, Lili moj trikone, Moj kisho jore, Moj kisho jore, Moj kupa telefone, Moj cambito jore, Moj cambito jore, Moj dine aprire, Moj pajtua, Moj pajtua Treva jon I ka ruajtur me fanatizëm veshjet popullore si një thesar të rrallë të trashëgimisë kulturore. Çdo pjesë e veshjes ka tiparet e saj, si për shembull, shamia e cila mbulon flokët e grave dhe vajzave, ose I prim valles apo varet në mesin e fustanit. Karakteristikë tjetër janë fustanellat, qeleshet o pingat me xhufka, përparset e qëndisura me motive nga natyra. Ajo çka bie në sy janë ngjyrat e forta si e bardhë, e kuqe, e zezë dhe vishnjë. Petku I dëborës bukuron fshatin si një vello e bardhë. E ftohta nuk I trem gratë e fshatit, pasi ato janë të përgatitura dhe zairet e dimrit I kanë gati. Nuk mund ta mendojnë dimrin, patranin e ëmbël dhe të thartë, dromkat dhe aromën e gjalpit të shkrirë mbi petkat e ngrohta. E ku ka më bukur se t'jesh mysafir në zonën tonë, ku drekave nuk mungon as pastërmaja dhe turshit. Tradita e nxjerrjes së rakisë dhe verës është po ashtu një traditë e vjetër. Këtë traditë e ka trashëguar kantina e verës Çeçi, me vendodhje në Gurisht. Ajo operon që prej vitit 2015 në një sipërfaqe vreshtash prej 7 hektarësh. Kjo kantinë ka vazhduar punën e saj ndër vite dhe sot gëzon jo vetëm emrin e një biznesi të fuqishëm, por dhe si ruajtës I vlerave dhe traditave të familjes. E ku ka më mirë se ruajta dhe vlerësimi I traditave? Shumë e mirë. Edhe ju e kurtarikeni, bashkë do e provoni në bashkë. Kur e kemi hapur kantinën për herë të parë? Ka që në 2014. Herë të parë. Kemi filluar. Nuk mund të mos përmendim rrugicat me kaldrëm, objekte dykatëshe dhe shumica e tyre me bodrume. Ndërtesat kanë thuajsi një stil ndërtimi, me ndritare të gjata dhe të ngushta, të veshura me kangjella metalike dhe verandat e punuara me dru. Zdrugtaria është një nga traditat e hershme që e gjen në çdo shtëpi, qoftë në mobilje, në objekte zbukurimi apo veshje murale. Po për mjeshtërinë e përpunimit të metalit, ç'mund të themi? Ky profesion e ka zanafillin që prej kohës kur njerëzimi filloi të punojë tokën me mjete hekuri. Tradita me nostalgji e përkushtim kaloi tek brezi I ri, I cili nuk do lejoj që të shuhet kurrë.
Trokitja e çekanit për t'i dhënë formë metalit dëgohet së largu dhe do vazhdojë të dëgohet për breza me radhë. Pra, ky ishte rrugëtimi ynë nëpër gjurmët e traditave, duke I mbledhur me kujdes dhe shpalosur me shumë dashuri. Duhet të jemi krenar që kemi lindur në këtë tokë të bekuar, krenar për gjakun shqiptar që na rrjedh në vena, krenar që jemi bijë të këtyre trojeve. Mos harroni, kur shruani traditë, ruan një thesar. Po vjen ai tel dhe la huta tingu